Falëndërimi takon Allahu Gjelle Shanuhu, i cili e krijoi njeriun të pastër dhe i cili thot në librin e tij Fisnik: ka shpëtuar ai që e pastron shpirtin e vet, e ka dështuar ai që e ndot atë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte shembulli më i lartë i pastërtisë dhe thjeshtësisë. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është pastërtia është gjysma e fesë. Sipas fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ne lindim të pastër në natyrshmërinë me të cilën jemi krijuar. Dhe e dim se kur vim në këtë botë na lajnë. Ashtu edhe trupat edhe shpirtat tanë hinë të pastër në këtë botë. Por duke hirë në këtë botë, ne ekspozohemi ndaj ndotjes. Islami e zgjidh këtë problem. Kur e ndot shpirtin dhe ndërgjegjen tënde, mund ta pastrosh. Kurani Fisnik na nxit për këtë pastrim kur thot: ka shpëtuar ai që e pastron shpirtin e vet, e ka dështuar ai që e ndot atë. Rruga e shtrembër është ndotje e shpirtit dhe trazim i ndërgjegjës. Mëkati e ndot shpirtin, ndërsa pendimi teubeja e pastron. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh i do ata që pastrohen. Ai thot: Allahu me të vërtet i do ata që pendohen shpesh dhe i do ata që pastrohen shumë. Në këtë ajet përmenden bashk ata që pendohen dhe ata që pastrohen, sepse të dy grupet pastrohen. Nëse të ndjek ndërgjegja, nëse të rëndon mëkati, pastrohu, pra pendohu. Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu thot: do të arrijë shpëtim ai që pastrohet dhe e përmend emrin e Zotit të vet, e pastaj falet. Dunjaja nuk e ndodh vetëm shpirtin ton, por edhe trupin. Ashtu si që Allahu Gjelle Shanuhu i do ata që pastrohen, ai na urdhëron që të jemi të pastër në mënyrë që të jemi në mëshirën dhe dashurinë e tij. Thot Allahu Gjelle Shanuhu: o ju që besoni, kur të doni të faleni, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në brila. Fërkojeni kokën tuaj dhe lani këmbët deri mbi kyçe. E nëse jeni gjunub në papastërti të madhe, atëherë pastrohuni dhe bëni gusull. Abdesi i urdhëruar me këtë ajet e pastron trupin tonë, por njëkohësisht e pastron edhe njeriu në tërësi. Ja dëshmia për këtë. Nga Ebu Umame radiallahu anhu transmetohet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo njeri që merr abdes me nijet për t'u falur, kur lan duart me pikën e parë të ujit bien mëkatet prej duarve të tij. Kur shpërlan gojën dhe hundën, me pikën e parë të ujit bien mëkatet nga gjuha dhe buzët e tij. Kur lan fytyrën, me pikën e parë të ujit bien mëkatet nga veshët dhe syt e tij. Kur lan duart deri në brila dhe këmbët deri mbi kyçe, ai del i pastër nga mëkati si ditën që ka lindur. Pastaj shtoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: nëse ky njeri shkon të falet, Allahu do t'i jap shkallë më të lartë në xhenet, ndërsa jashtë namazit do të jetë i mbrojtur nga mëkatet. Sa shumë këmbgul Islami në pastërtinë e trupit dhe të shpirtit. Shihet edhe hadithi që transmeton Aisha radiallahu anha, ku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 10 gjëra janë nga natyra e pastër e njeriut. Shkurtimi i mësteqeve, nuk e ka fjalën këtu për ruajtjen e të gjithave, por thot shkurtimi i mësteqeve, lënja e mjekrës, përdorimi i misfakut, shpërlarja e hundës, prerja e thojve, larja e nijeve, hekja e kimeve në sqetulla, hekja e kimeve rreth organeve gjenitale dhe pastrimi me ujë pas nevojës së vogël dhe të madhe. Abdesi pra është më shumë se një largim i ndotjes fizike.
Ashtu si që ashtë edhe një tjetër adhurim themelor në fejnë tonë, që quhet gusull. Allahu Gjellëshanu urdhëron në Kur'an, nëse jeni gjunub, atëherë pastrohuni dhe bëhuni gusull. Gjunub është ai person tek i cili ka ndodhur ejakulimi në çfarëdo mënyrë. Do të habiteshin dashur vëllezër, sa shumë njerëz, jo vetëm të rinj, nuk e dinë se gusli është detyrim në këtë raste. Besimtari duhet të jetë gjithmonë i pastër. Edhe kur vdes, gusulli është i domosdoshëm. Para Zotit duhet të dalë i pastër. Pra, besimtari lind me gusull, nuk kupton se vjen në këtë botë i pastër trupërisht e shpirtërisht, jeton me gusull, do me thonë e ruan pastërtinë trupore dhe shpirtërore gjatë jetës së tij, dhe nga kjo botë largohet me gusull, përgatitet për takimin me Zotin, me larjen e fundit që i bëhet pas vdekjes. E para të pastrojnë kur vjen, e dyta pastrohesh duke jetuar, e treta të pastrojnë para përcjelljes. Ashtu si që pa pastërtia trupore dëmton trupin, mos prierja e abdesit dhe gusullit si adhurime e pengon hyrjen e lumturisë dhe begatisë në shtëpitë tona, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se gusulli është amanet i dhënë në besim, sepse askush s'mund të kontrollojë nëse je apo jo me gusull. Gusulli pra nuk është thjesht një dush, por larje e urdhëruar nga Allahu Gjellëshanhu me kushtet e veta. Shpërlarja e gojës dhe e fytit, shpërlarja e hundës dhe larja e të gjithë trupit. Ashtu si që mëkati e erëson në shpirtin dhe e turbullon në dërgjegjen, edhe gjunullëku pa pastërtia e madhe, erëson rrugët tona të dinjas dhe nuk sjell lumturi. Në disa burime të fesë son, thuhet se një person në gjendje gjunubi i papastër nuk duhet as të ulet në sofër. Ecja në këtë botë e ndon shpirtin dhe e ndot në dërgjegjen. Leti pastrojmë me tëube, dhikr dhe namaz. Trupin dotet, leta pastrojmë me abdes dhe gusull. Pasuria jonë dotet, leta pastrojmë me zekat. Por njeriu ndot dhe shkatron edhe mjedisin e vetë. E pret degën mbi të cilën është ulur e ndot dynjan. Ki njeriu in hedh në beturina kudo. Ki njeriu in ka ndotur brigjet e lumenjt dhe vetë lumenjt, përrejt dhe gjdo s'kaj pyllë. Ky vend ku jetojmë quhet adheh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dashuria për adheun është pjesë e imanit. Çfarë imani është ky tek ne, kur kalojmë të qetë në për rrugët të ndotura, kur i shikojmë pas shqetësim burimet të ndotura e ujin e helmuar, kur e shohim shkatrimin e mjedisit tonë. Për shpirtin e ndotur, Islami ka zgjidhje. Pendimi, teubeja. Për duart e ndotura, Islami ka zgjidhje, abdesin. Për trupin e ndotur, Islami ka zgjidhje, gusullin. Për rrugët e ndotura, brigjet e lumenjt dhe mbeturinat gjithandej, duke përfshin shadërvanin e xhamis, oborrin e shkollës, oborrin e xhamis, parkun e shkollës, parkun e xhamis, fshatin në përgjithësi e pastaj oborret tona, zgjedhja janë vetë njerëzit që duhet t'i pastrojnë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, heqja e pengesës nga rruga është pjesë e imanit. E çfarë është një kesë mbeturina shehedhur në një vend të papërshtatshëm? Ajo është ajo kesë që do ta shqijë në qend të ndacat e do ta shpërndaj era duke treguar kështu gjendjen e imanit tonë. Në kohën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një djalosh i ri nga Medineja vinte rregullisht në xhami. Ishte i qetë, i sjellshëm, por jetonte vetëm. Një ditë, disa e panë se nuk po vinte në namaz, kaluan ditë, pastaj javë,
Një shok i tij shkoi ta kërkoi, kur trokiti në derë, e ndjeu erën e rëndë që dilte prej brenda. Hiri dhe e gjeti djaloshin të sëmur, i ndotur, pa ujë, pa kujdes, i braktisur, e pyeti, pse nuk na tregove, pse nuk erdhe në xhamiti? Djaloshi u përlot, më zuri sëmundja, s'kisha fuqi as të lahem e as të falem. E pastaj më erdhi turp të dalë para Zotit i papastër. Shoku e mori me njëherë, e lau, i bëri abdes, i ndruan rrobat dhe e solli në xhami. Kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ai që e ruan pastërtin, Allahu ja ruan derën dhe shpirtin. Pastërtia është gjisma e fesë, sepse ajo që e mban trupin të pastër e zgjan edhe zemrën nga gjumi i mëkatit. Pas disa ditësh, djaloshi ndëroi jetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetë e fali gjenazën e tij dhe tha, ky djalë vdiq me gjismën e fesë së tij të plotësuar. Nga kjo botë do të largohemi të pastër, me trupa të lartë. Do të na lajmë, do të na bëjnë gusull, sepse pa gusull nuk mund të dalësh para Allahu xhalla shanhu wa xhalla xhalalu. As në këtë botë, as në botën tjetër. Do të ikim pra të pastër, por çfarë bote do të lëmë pas nesh? Kjo është pyetja që duhet të na rëndojë ndërgjegjen sa herë që mendojmë për pastërtinë, sepse pastërtia është gjisma e fesë. O Zoti mëshirshëm, na i pastro zemrat nga hipokrizia, na pastro mendimet nga dyshimi, na pastro trupat nga papastërtia, dhe veprat tona nga çdo qëllim tjetër përveç teje. Bëna prej atyre që pendohen shpesh dhe që pastrohen shumë. Na jep dritë në abdesin tonë, na jep dritë në shpirtin tonë, dhe na merr nga kjo botë të pastër, siç na ke sjell në të. O Zoti i lartësuar, na ndihmo të jemi prej atyre që pendohen dhe pastrohen. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.